Për shkak të sfidës së mos reagimeve, në momentin që Xheneta Fetau hyri në shtëpi, banorët u shfaqën mjaft të habitur, por Gjesti nuk e la me kaq. Në një moment ai shprehet se nuk po e vëren prezencën e saj, madje duke i quajtur si hije e pavlerë. Pas daljes së saj, Gjesti në një bisedë me Rozanën shprehet për Xhenetën se janë do njerëz që ecin pa jetë, ndryshe këngëtari ishte shprehur që nuk ka ndjenja më për të. Por më e papritura ndodhi, kur Xheneta Fetau në një moment qëndroi e ulur pranë tij duke ngacmuar dhe duke sjellë në vëmendje kohët e tyre të bukura. Xheneta i kujtoi Gjestit puthjet e tyre, madje duke thënë se ai ka puthur dhe gishtat e këmbës. Gjesti ndërkohë nuk reagoi dhe vijoi bisedën me banorët. I shikoni, thonë të këmbës, dikush mi ka puthur gishtat e këmbës. Sa të bukur i kam, tha Xheneta teksa qëndronte pranë Gjestit. Bazuar në këtë fjali dhe në faktin që ajo hyri në shtëpinë vetëm për Gjestin, facat i dinë të drejta të mendojmë se ky detaj tregon dashurinë që ka ajo ende për Gjestin. Por pasi i rezistoi mosmiri i Xhenetës, Gjesti nuk ka mundur të rezistojë tundimit për të reaguar kur vllai i madh solli qenin e tij të dashur në shtëpi duke prishur kështu sfidën. Pas disa ditësh qëndrueshmërie ku banorët u testuan me persona nga jeta e tyre, Gjesti u dorëzua përballë kafshës së tij, ndërkohë që me Xhenetën u tregua mjaft i ashpër, duke habitur jo pak publikun. Le të kthehemi përsëri tek Xheneta. Pasi u injorua shumë mirë nga Gjesti, ajo pati një reagim pasi doli nga shtëpia më e famshme. Si ti i gjej 100, hiç për shtëpia mos me dal prap 100 i gjej, thot me satira është refreni i këngës nga këngëtarja shqipe Kriven Njeva, dhe të përmendi faktin se Gjesti e ka quajtur Xhenetën fantazëm që nuk do ta shoh me sy. Duket se komentet e Gjestit nuk i kanë pëlqyer fare Xhenkit.